Në një mbretëri të lavdishme, me skodrave të gjelbra dhe lumenjve të qetë, sundonin një mbret dhe një mbretresh, të mençur dhe të drejtë, të dashur nga i gjithë populli. Vetëm një pikëllime e rrësonte lumturinë e tyre. Vitet kalonin, ndërsa djepi i fëmijës në kështjell mbetej bosh. Çdo mbrëmje mbretresha u drejtonte lutje qejve, ndërsa mbreti qëndronte te dritarja duke vështruar yjet, sikur kërkonte në to premtimin e një mrekullie. Dhe mrekullia ndodhi. Një mëngjes pranvere, e qara e princit të porsalindur tingëlloi në kështjellën e vjetër, jo si vaji i një foshnjeje, por si muzika më e ëmbël që mbretëria kishte pritur për vite të tëra. Kambanat ranë vetvetiu, nga fshati në fshat fluturoi lajmi i gëzuar. Tavolinat ishin plot me ushqime, vera rrithte lumë, dhe çdo nënshtetas gëzohej sikur të kishte ardhur një epokë e artë. Dukej sikur vetë dieli shkëlqente më fort, duke bekuar trashëgimtarin e shumë pritur, por lumturia ishte e brisht. Nuk kaloi asnjë javë dhe mbretresha u sëmur nga një ethe e rëndë dhe asnjë mjek nuk mundi të ndihmonte. Duke ndjerë se jeta po e linte, ajo urdhëroi të thirrej mbreti. Ai u ul pranë shtratit dhe mbretresha me një zë mezi të dëgjueshëm pëshpëriti një sekret të tmerrshëm. A të kujtohet, shumë vite më parë i refuzuam ndihmën zanës së keqe të maleve. Ajo nuk e fali fyrjen dhe u betua të hakmerej. Unë e di, malkimi i saj do të bjerë mbi djalin ton. Mbreti u zbe, ndërsa ajo, duke mbledhur forcat e fundit, i shtrëngoi dorën. Ruaje atë. Kur, a dëgjon, kur mos lejo që këmbët e tij të prekin tokën e zhveshur. Në atë qast kur të ndodh kjo, zana do ta marrë përgjithmonë. Gishtat e saj u lëshuan, syt u mbyllën dhe fryma e fundit u tret në heshtje. Kështu, në djepin ku flinte gëzimi i madh, rahia e një malkimi të madh, dhe betimi i dhënë në shtratin e vdekjes, u bë për princin edhe mbrojtja e tij kryesore, edhe burgu i tij i përjetshëm. Dhe mbreti e mbajti betimin. Që nga ajo ditë, princi i vogël nuk e preku asnjëherë tokën me këmbë. Dadot e mbanin në krah, duke ndërruar njëra tjetrën, si një vazo të çmuar që kishin frikë ta ulnin. Në përkopshtin e palatit e shëtisnin në një karrocë kadifeje të tërhequr nga dhi të bardha, ndërsa të gjitha dyshemet në kështjell ushtruan me 7 shtresa qilimash persian në mënyrë që asnjë plak guri të mos dukej. Princi u rrit një djalë i pashëm dhe i zgjuar. Ai e dinte se si vinin erë trëndafilat, sepse ja prisnin dhe ja silnin. Ai shihte se si gjelbëronte bari, por vetëm nga dritarja ose nga krahët e shërptorit. Se si ishte ajo në prekje, toka e ngrohtë në shputën e zbathur, këtë ai nuk e dinte dhe as nuk mund ta imagjinonte. Ai ishte trashëgjimtari i një mbretërie të tërë, por atij nuk i përkiste as ai copë toke mbi të cilën ecnin fshatarët më të thjeshtë. Por princi nuk u bë një i burgosur i lastuar. Kur u rrit, ai zbuloi të vetme rrugdalje, kalërimin. Shërbëtorët e ngjitnin në shalë direkt nga krahët dhe në të njëjtin qast ai transformohej. I burgosuri i ndrojtur i qilimave të palatit zhdukej. Në vend të tij vraponte një kalorës i patrembur, që nuk kishte të barabartë në të gjithë mbretërinë. Ai fluturonte nëpër fusha aq shpejt sa e ra nuk e arrinte dot. Kali e mbante atë mbi atë tokë të ndaluar, dhe thundrat trokisnin për ata të dy. Kjo ishte mënyra e tij e vetme për të prekur botën, pa e prekur atë. Dhe shala u bë për të froni, ndërsa shpina e kalit
mbretëria e tij e vetme, ku ai nuk ishte rob i Malkimit, por sundimtari plot fuqishëm i shpejtësisë. Dhe pas kalërimit, shërbëtorët e pristin në krahët e fortë dhe kafazi i artë mbyllej sërish. Në ditën e moshës së tij madhore, princi u zgjua me buzëqeshje. Kështjela zjente nga përgatitjet, shërbëtorët zbukuronin salat, kuzhinierët bënin magji mbi byrek, muzikantët akordonin lahutat. Por princi nuk e priti festën brënda 4 mureve. Si gjithmonë, urdhëroi t'i sinin kalin. Mëngjesi ishte i kthjellët dhe i artë. Ai vraponte nëpër shtegun e pylit, duke fluturuar mbi pemët e rrëzuara dhe qeshte nga gëzimi. Era i lëvizte flokët, dielli vezullonte përmes gjetheve dhe e gjithë bota dukej si një dhuratë për festën e tij. Për malkimin e vjetër të nënës, ai pothuajse nuk kujtohej. I dukej si një përrallë e frikshme fëmijërie që kishte humbur fuqinë prej kohësh. Ai vraponte drejt së ardhmes së tij, pa e ditur se fati që kishte dremitur aq gjatë, pikërisht atë ditë kishte ngritur për të kurthin e tij më të pabesë. Papritur, nga poshtë thundrave, fluturoi me zhurmë një thëlëz. Kali turuloi egërsisht dhe u hodh mënjan. Princi, kalorësi më i mirë i mbretërisë, i shtrëngoi fort frerët. Ai do të ishte mbajtur. Ai gjithmonë mbahej. Por në atë çast u dëgjua një kërcitje e thatë dhe e frikshme. Rripi i vjetër i barkut, i zbukuruar me kopsa ari, ai që i kishte shërbyer me besnikëri për vite të tëra, u këput. Shala rëshqiti anash dhe princi, për herë të parë në jetë, ndjeu se mbështetja po i ikte nga poshtë. Askush në palat nuk e dinte se natën e kaluar, një shpirt i padukshëm, shërbëtor besnik i zanës së keqe të maleve, kishte rëshqitur në stallën mbretërore. Me gjishta të hollë si rjet me limange, ai kishte sharuar rripat dhe kishte liruar lidhjet, dhe në mëngjes ishte zhdukur pa lënë gjurmë. Dhe nuk ishte kali që e tradhtoi princin, as mjeshtëria e tij, por dora e padukshme e së keqes, që për vite të tëra kishte pritur vetëm këtë çast. Shala i iku nga poshtë dhe bota u përmbys. Koha u ngadalsua. Në këtë fluturim të shkurtër, që u duk se zgjati një përjetësi, para syve të princit kaluan të gjitha. Karrocat prej kadifeje, duart e dadove, 7 shtresat e qilimave dhe zëri, i qetë si një qiri që shuhet. Zëri i nënës, të cilën nuk e kishte dëgjuar kur, por e mbante mend gjithmonë. Kur mos lejo që këmbët e tij të prekin tokën e zhveshur. Ai u përpoq të mblidhej, të vendoste duart, të binte në brinj, si të mundej, vetëm jo në këmbë. Por rënia ishte tepër e shpejtë, ndërsa toka tepër afër. Çizmet e tij u zhytën butësisht në myshkun e lagësh të pyllit. Dhe kjo prekje, aq e butë dhe e parezikshme, rezultoi për të më e tmeshme se goditja e shpatës, sepse ishte vula që vërtetonte dënimin e tij. Për një çast nuk ndodhi asgjë. Pylli heshti, era pushoi, dhe pastaj toka u drodh. Nga poshtë këmbëve të princit shpërtheu një vorbull e tërbuar, e panatyshme, e akult. Ajo rrotulloi gjethet e thata, ngriti nga toka pluhurin dhe gurët e vegjël, duke i përdredhur në një shtyllë verbuese. Një mjegull e dendur gri që mbante erë stuhie dhe guri mali, vërshoi nga hiqi dhe u mbyll rreth princit si një grusht. Dhe përmes ulërimes së erës, ai dëgjoi një të qeshur, dashakeqe, triumfuese, ngazelyese. Të qeshurën e asaj që e kishte pritur këtë çast për 18 vjet të gjata.
Princi u përpoq të bërtiste, por zëri mbeti në fyt, sikur dikush i padukshëm t'ia kishte mbyllur gojen. Mjegulla u shpënda po aq papritur sa ishte shfaqur. Në lëndin mbeti vetëm kali i trembur që dridhej me gjithë trupin dhe shala e thyer në barin e shtypur. Princi nuk ishte aty. Kështu toka, të cilën ai nuk e kishte njohur kurrë, kërkoi haraqin e saj, dhe Zana, që kishte pritur 18 vjet, më në fund mori atë që e konsideronte të sajën me të drejtën e hakmarrjes. Ai u zgjua nga të ftohtët. Princi hapi syt dhe nuk pa as pyll, as qiell. Mbi të vare një qemer guri i xynt, aq i lartë sa humbiste në errësirë. Muret gri, të gdhendura vrazhd nga shkëmbi i malit, shkëlqenin nga lagështia. Zinxhir të zinj hekuri vareshin nga tavani si liane të vdekura. Në vend të xhamave, në dritaret e ngushta u lërinte era, duke hyrë me vrulle të akullta. Kjo ishte kështjella e Zanës së keqe, një fortesë e gdhendur në zemër të maleve të egra e të paaksesueshme, ku nuk të qonte asnjë rrugë. Princi u ngrit dhe preku murin. Guria do gjik gishtat me të ftohtë. As ngrohtësi, as ngjyrë, as një kërceli gjallë. Vetëm gur, hekur dhe erë. Zemra ju shtrëngua. Ai kishte rënë në një mbretëri ku ligji i vetëm ishte të ftohtët, dhe muzika e vetme ishte ulërima e erës në korridoret boshe. Heshtjen e preun një zë, i ftohtë si një qarje në akull. Praja ku qenge fëmia e asaj që më fyeu, nga hia doli Zana, e gjatë, e hol, me një pelerinë ngjyrë hiri. Fytyra e saj dukej si mask guri, ndërsa sytë e akult nuk ruanin asgjë të gjallë. Ti tani je robi im dhe sklavi im, fëshëleu ajo. Ja ku e ke punën e parë. Ajo e nxori në balkon. Larg poshtë shtrihej një pyll shekulor, mjëra dushqe të fuqishëm, secili me trashësi sa 3 njerëz të kapur për krahësh. Zana i zgjati një sapat. Princi e mori dhe ngriu. Sapata nuk ishte prej qeliku, por prej qelqi, e te i dukshme si loti dhe e brisht si akulli i parë. Pritet të gjithë pyllin deri në mëngjes, urdhroi ajo me një buzëqeshje dashakeqe. Nëse nuk ja del, fajso veten. Ajo i dha në duar jo një vegjël pune, por vetë brishtësinë, dhe urdhroi që me këtë brishtësi të shkatëronte fuqinë shekulore të pyllit. Dhe megjithatë, princi nuk u lut për mëshirë. Ai zbriti drejt pyllit, duke e shtrënguar sapatën e qelqit me aq kujdes sa mbahet një qiri në erë. Para tij qëndronin mijëra trungje shekulore, por ai zgjodhi më të holin, një plep të ri, jo më të trash se krahu i tij. Ai u mor hovë dhe goditi. U dëgjua një tingull i qetë, melodioz, i butë dhe i trishtuar, sikur u këput një tel kristali. Tehu i qelqit u shpërb në mijëra copëzate i mëta, dhe ato u shpëndan në përbar, duke shkëlqyer si vesa e mëngjesit. Në lëkurën e hollë të plepit nuk mbeti asnjë gërvishtje. Princi shikoi dorezën boshe në dorën e tij, pastaj pëllin e pafund që shkonte deri në horizont. Gjunjët ju pren, dhe tingulli i sapatës së tyer u bë tingulli i varimit për shpresën e tij të fundit, duke e lënë atë vetëm përballë një detyre të pamundur dhe një ndëshkimi të pashmangshëm. Fuqit e lanë, princi u ull mbi një trung të vjetër, lëshoi kokën mbi duar dhe u zhyt në një gjumë të rënd e të hidhur.
gjumin e një njeriu që nuk i ka mbetur më shpresë. E zgjoi një prekje e lehtë dhe e kujdesshme në shpatull. Ai u drodh dhe hapi sytë. Para tij qëndronte një vajzë. Rrobat e saj ishin të thjeshta dhe të vjetra, lëkura e errët si nata, ndërsa fytyra nuk shquej për bukuri. Por sytë të mdhenj, të ngrohtë, shkëlqyes, e shikonin me aq dhemshuri, sikur ajo dinte për hallin e tij më shumë se ai vetë. Ajo ishte vajza e zanës së keqe. Mos ki frikë, princi bukur, tha ajo me një zë të qetë e melodioz. Unë e pash hallin tënd, unë do të ndihmoj. Dhe ndihma i erdhi atij jo me mburoja të shëndritshme, por me recka të errta, dhe fytyra e saj nuk ishte e bukur, por mirësia e saj ishte më e bukur se fytyra e çdo mbretëreshe. Princi e vështroi me mosbesim. Si mund të më ndihmosh ti? Ajo buzëqeshi me trishtim. Nena ime është e likë dhe magjia e saj është magji shkatërimi. Por unë kam magjin time, të qetë, magjin e krijimit dhe të ndihmës. Ai heshti, por diçka në sytë e saj të ndritshëm, jo mëshirë, por dëmshuri e vërtet, e detyroi ta dëgjonte. Unë nuk mund të shikoj se si ajo mundon të pafajshmit, vazhdoi vajza. Ti je i lodhur, fli i qetë. Deri në mëngjes, gjithçka do të jetë bërë. Më beso mua. Dhe ai, që kur në jetë nuk i kishte besuar askujt kaq verbërisht, e dorëzoi fatin e tij në duart e kësaj vajze të çuditshme e jo të bukur, sepse mirësia e saj ishte e vetmja dritë në errësirën e tij të pashpresë. Ai u shtri në bar dhe fjeti i qetë. Kur hëna u ngrit mbi male, vajza filloi punën. Ajo nuk e preku sëpatën e qelqit. Në heshtje, zbathur, ju afrua pemës së parë, vendosi pëllëmbën mbi trungun e ashpër dhe pëshpëriti diçka, aq lehtë sa asera nuk e dëgjoi. Dhe lisi i vjetër pshertiu. Degët e tij u drodhën, trungu u përkul ngadalë dhe u shtri në tokë, me kujdes, pa thyer asnjë degë, sikur po binte të flinte. Ajo eqte më tej, nga pema në pemë, nga trungu në trung. Dhe pasaj, si një vale qetë, shtrihi pa zhurmë pylli shekullor. Deri në mëngjes, i gjithë pylli i madh ishte shtrirë në tokë, trung pas trungu, deq pas deq, sikur kishte rënë në gjumë me kërkesën e saj. Ajo nuk e preu pyllin, por e bindi atë dhe pemët e lashta, që nuk ishin njohur asgjë përveç erës dhe kohës, i ulën kokat me bindje para pëshprimës së qetë të mirësisë. Në agjim, zana e keqe doli nga kështjella me një buzëqeshje triumfuese. Ajo shionte paraprakisht pamjen, princin e thyer dhe pyllin e paprekur. Por buzëqeshja e ngriu. Para saj shtrihi një fushë e zhveshur. Mira pemë ishin shtrirë në rreshta të rregullt, trung pas trungu, deq pas deq, sikur t'i kishte vendosur dora e kujdesshme e një gjiganti. Zana u zbeh nga tërbimi. Sytë e akullt flakruan, ndërsa gishtat u mblodhën si kthetra. Ajo fluturoi drejt princit, i cili ishte ullur mbi një trung dhe bënte sikur sapo ishte zgjuar. Tia dole, fëshëlleu ajo, dhe çdo fjalë tingëllonte nga likësia. Por mos u guxo, kam një punë të re për ty. Ajo kishte ardhur për të shijuar humbjen e tij, por në vend të kësaj u detyrua të shikonte dështimin e vet, dhe kjo pamje ishte për të më e hidhur se çdo helm. Zana tregoi me dorë fushën e mbushur me trungje
dhe buzët e saj të holla u shtrembruan në një buzëqeshje delik. Me që qenë ke druvar ka që i zoti, fshëlleu ajo, bëhu edhe ndërtues. Dua që deri në mëngjes në këtë vend të ngrihet një pallat i mrekullueshëm. Ajo u afrua më pranë dhe zëri i saj t'i ngëlloi si zinshira kulli. Dhe të ketë 100 dhoma, të veshura me dru të dhendur, kullat të arrin deri në re, dhe catia të jetë prej ari të pastër. Me këto fjalë, ajo i hodhi para këmbëve dorezën e padobishme të sapatës së thyer të qelqit. Ja vegla jote, puno sklav, dhe nëse nuk ja del, këtë herë nuk do të ketë mëshirë. Ajo e urdhroi të ndërtonte një mrekulli nga pluhuri, duke i dhënë në dorë vetëm një copës të liksisë së saj, dhe ishte e sigurt se këtë herë ai do të varrosej në mpeshën e ëndër së saj të pamundur. Princi u ul me smaleve me trungje, duke shtrënguar dorezën boshe. Të ndërtonte një pallat me 100 dhoma dhe çati ari brenda një nate, e pamundur edhe për 1000 marangoz, ndërsa ai nuk ishte asgjë. Nata zbriti mbi male dhe bashkë me të erdhi hija e njohur e qetë. Vajza e zanës u ul pranë dhe i vendosi pëllëmbën mbi supe. Këtë herë princi nuk u drodh, ai po e priste. Mos u trishto, princ, tha ajo. Ajo që është e pamundur për një, është e mundur për dy. Fli, mëngjesi do të sjellë gëzim. Ai e pa në sy dhe për herë të parë buzëqeshi. Pa pyetur asgjë, u shtri mbi grumbullin e trungjeve dhe e zuri gjumi. Fjalët e saj ishin më të qeta se fshfrima e gjetheve, por në to kishte një forcë të aftë për të lëvizur male dhe për të ngritur palate, sepse kjo ishte forca e besimit dhe e dëmshurisë. Princi hapi sytë dhe ngriu. Aty ku dje grumbulloheshin male me trungje, qëndronte një palat, i mrekullueshëm, i pamundur, përralor. Kulat e tij shkonin deri në re. Muret ishin zbukuruar me gdhendjet më të holla, lule, zogj, hardhi rrushi, ndërsa catia shkëlqente në dielin e mëngjesit, aq verbues sikur të ishte derdhur nga ari i pastër. Princi hyri brenda dhe numroi dhomat, derisa u ngatërua. Ishin fiks 100, njëra më e bukur se tjetra. Tavanet ishin pikturuar me yje, dyshemet të limuara sipas qyra, dhe në çdo dritare luante drita, sikur vetë mëngjesi të ishte vendosur aty për gjithmonë. As 1000 mjeshtrat më të mirë për 100 vjet nuk do të kishin krijuar diçka të tillë. Kështu, brenda një nate, nga trishtimi i pyllit të prerë, u rrit palati i shpresës, dhe çdo model i tij ishte një fjalë mirënjohjeje, dhe çdo kul një himn besnikërie. Zana qëndronte para palatit dhe fytyra i dridhej nga tërbimi. Ajo kaloi gishtin mbi murin e dhendur dhe e tërhoqi dorën sikur të ishte djegur. Këtu kishte magji të huaj, të ngrohtë, të gjallë, të urryer. "Shoh se je i fortë dhe i aftë", tha ajo ndër dhëmb, dhe zëri i saj kullonte helm. "Le të provojmë tani durimin dhe mprethësinë tënde." Ajo e qoi atë dhe një fushë e madhe e sapolëruar. Atje, mbi tokën e zezë, derdhi një thes me mel të zgjedhur dhe pastaj një thes me fara të imëta lulkuqeje. Kokrat e arta dhe të zeza u përzien në një mori të larmishme të panumërt. "Ndaj deri në mëngjes farat e lulkuqeve nga meli", urdhroi ajo. "Nëse qoftë edhe një kokër mbetet jo në vendin e saj, do të jesh i lirë nga koka jote." Ajo i bëri një sfidhë
që nuk mund të zgjidhej as me forcë, as me sëpat. Ajo e urdhroi të numëronte kokrat e rërës në stuhi, duke shpresuar se durimi i tij do të shteronte para se të zbarte agjimi. Nata erdhi dhe me të erdhi ajo. Këtë herë vajza e Zanës nuk i tha të flinte. Ajo u ul pranë tij në buzë të fushës dhe thirri qetë miqtë e saj të vegjël. Nga poshtë çdo guri dolën milingona, mijëra, dhjetëra mijëra. Ato u shpërndan nëpër fushë, duke bartur kokër pas kokre me një durim të paritshëm për njeriun. Dërsa princi dhe vajza folën për herë të parë, gjatë, qetë, pa e vënë re kohën. Nuk kam hasur kur një mirësi të tillë, tha ai. Ti më shpëton pa kërkuar asgjë në këmbim. Ajo uli sytë, ndërsa ai e shikonte dhe kuptonte. Pas fytyrës jo të bukur, fshihej shpirti më i ndritur në botë. Dhe atë natë, në ndritën e yjeve, ndërsa punëtorët e vegjël kryenin mrekullinë e tyre, ai më në fund vuri re bukurinë e saj të vërtetë, atë që nuk ishte në fytyrë, por në zemër. Në mëngjes, Zana doli në fushë. Farat e lulkuqeve dhe meli ishin në 2 grumbuj të rregullt, kokër pas kokre, pas një gabim të vetëm. Këtë herë, ajo nuk u zbe dhe nuk u drodh. Ajo qëndroi e palvizur, dhe në sytë e saj të akullt ngadalë u ndes kuptimi. Kjo nuk është puna jote, tha ajo qetë, dhe kjo qetësi ishte më e frikshme se çdo klithmë. Kjo është vajza ime, gjuha ime, tradtarja. Ajo u kthye nga princi dhe fytyra e saj u bë një maskë e urrejtje së pastër. Mendove se fitove? Jo, lojrat mbaruan. Ajo u kthye dhe shkoi drejt kështjellës, dhe çdo hap i saj ngulej në tokë si gozhd në kapakun e arkivolit. Sytë e saj, të mësuar të shihnin errësirë, më në fund pan dritën e tradhtisë në shtëpinë e vet, dhe kjo dritë e dogji atë më fort se çdo zjarr. Zana hyri vrullshëm në laboratorin e saj dhe dera pas saj u përplas si një nofull. Në thellësi të sallës qëndronte një kazan i madh i zi, i mbuluar nga bloza shekullore. Ajo kërciti gishtat dhe nën të shpërtheu flaka, e pangopur dhe blu, si sytë e një të vdekuri. Ajo hihte në zirjen që vlonte barëra helmuese, të mbledhura në nedët pa hënë. Koka gjarprinsh, rrynjë të së keqes, hi të zjarreve të mallkuara. Çdo përbërës ajo e shoqëronte me pëshpëritjen e një magjie, dhe zëri i saj tinglonte si fërshëllima e hekurit të skuqur në ujë. Avulli helmues ngrihej drejt tavanit si një re e gjelbër, dhe muret e laboratorit mbuloheshin me djers, sikur vetë guri të qante nga frika. Pocioni ishte për 2 persona, për princin dhe për vajzën e saj. Ajo zjente vdekje në kazanin e saj, dhe çdo flusk që pëlziste në sipërfaqen e zirjes ishte një premtim fundi për ata që guxuan të donin kundër vullnetit të saj. Vajza e Zanës mbështeti veshin në murin e ftohtë dhe dëgjoi gjithçka: gurgullimën e kazanit, pëshpëritjen e magjive, emrat e atyre për të cilët ishte destinuar helmi. Ajo vrapoi te princi. Fytyra e saj ishte e bardhë nga frika. Të ikim, nxori ajo frymën duke e kapur për dorë. Nëna po përgatit vdekjen tonë, kemi vetëm pak minuta. Pa humbur asnjë çast, ajo rrëmbeu nga muri një boçe pëlhure dhe hodhi në të 3 objekte. Një krehër kocke, një pasqyrë argjendi dhe një gur të vjetër mprehës.
Për çfarë? Pyeti princi. Më vonë, të ikim. Ata rëshqiten përmes derës së pasme të kështjelës, kërcyen mbi 2 kuaj të zinj që qëndronin te lidhsa e kuajve dhe vrapuan larg, poshtë shtegut malor, pa u kthyer pas. Ata nuk iknin nga frika, por drejt jetës, duke lënë pas kështjelën që ishte burgu i tyre dhe nënën që ishte bërë xhelati i tyre. Pocioni ishte gati. Zana ngriti kupën dhe shkoi pas viktimave të saj. Dhome zbrazët, dere hapur, gjurmë thundrash në tokën e lagur. Për një sekond ajo qëndroi e palvizur, pastaj fytyra e saj u shtrembrua aq shumë sa që vetë guri i mureve u duk se u zmbraps. Jo, u lriti ajo, dhe klithma e saj qau heshtjen e maleve. Ajo doli me vrap në obor, ngriti duart drejt qelit dhe thirri një vorbull. Një shtyllë e zezë e re u mbështoll rreth saj, e ngriti në ajër dhe e barti mbi male. Poshtë, në shtegun gjarpërues, ajo pa 2 figura të vogla mbi kuaj. Nuk do të shpëtoni, u lriti ajo, dhe zëri i saj u rokulis nëpër gryka si bubullim. Ajo fluturonte pas gjurmëve të tyre si vetë stuja, dhe zemërimi i saj ishte më i zi se ret, ndërsa klithma më e mpreth se rufeja që premton të arrita aratisurit. Kuajt vraponin duke shkumzuar, por klithma e tërbuar pas shpine po afrohej gjithnjë më shumë. Princi ktheu kokën. Vorbulla e zezë e Zanës po përpinte distancën, si zjarri që përpin barin e thatë. Ajo është afër, bërtiti vajza. Hidhe krerin. Princi nxori nga boqja krerin e kockës dhe e hodhi mbi supin e majt. Kreri preku tokën dhe toka shpërtheu nga jeta. Nga çdo dhëmb i tij u ngrit drejt qiejlit një trung i fuqishëm. Degjet u thurën me degjet, kurora u mbyllën, dhe në një qast pas të aratisurve u ngrit një pyll i dendur e i pakalueshëm, një mur prej druri dhe gjethesh. Zana u përplas me forcë në pyll. Degjet e fshikulluan, rënjët kapën vorbullën dhe ajo ngeci si miza në rjetën e merimangës. Me ulrima tërbimi, ajo filloi të gjante rrugën. Dhe një krer i thjesht, duke rënë në tokë, u bë pyll, dhe rënjët e tij u thurën në një mur për të mbrojtur të aratisurit nga tërbimi që fluturonte pas gjurmëve të tyre. Zana e brejti pyllin si flaka që bren letrën. Pemët kërqisnin dhe fluturonin si ashkla, dhe ja ku ajo doli sërish në hapësirë, e çmendur nga tërbimi me shpejtësi të dyfishuar. Fërshëllima e erës pas shpine u bë shurdhuese. Pasqyrën, bërtiti vajza. Hidhe pasqyrën. Princi hodhi pasqyrën e argjend mbi supe. Ajo vetëtiu në ajër, u përplas mbi gur dhe u thye. Çdo copëz u dardh si ujë, fillimisht si rrëke, pastaj si përua, pastaj si lum. Për pak qaste pas të aratisurve, u dërth një liçen i madh dhe i thellë, nga horizonti në horizont, i ftohtë dhe i palvishëm. Zana doli në breg dhe ngriu. Liçeni ishte tepër i gjerë, qoftë edhe për vorbullën e saj. Ajo ra në gjunjë dhe filloi të pinte ujin me babsi, glënk pas glënke, duke u përpjekur të thante pengesën. Qelçi u bë ujë, dhe sipërfaqja e liçenit pasqyroi fytyrën e shtrembruar nga likësia të Zanës, duke i prerë rrugën me thellësinë e tij të ftohtë. Zana e thau liçenin deri në pikën e fundit. E lagur, e frikshme, me sytë që digjeshin nga zjarri i ferrit, ajo u ngrit në ajër
dhe u sul në ndjekje. Këtë herë, ajo ishte aq afër sa që gishtat e saj të kruspullosur tashmë po kapnin mantelin e princit. Gurin pres, bërtiti vajza me dëshpërim. Shpejt, është gjëja e fundit që kemi. Princi ncori nga bocja gurin e rëndë mbreas dhe e hodhi pas shpine. Toka u drodh. Një gjëmim i mbytur u rokullis në përlugjin dhe direkt nga poshtë këmbëve të zanës u ngrit lart një shkëmb, i madh, i pakalueshëm, që e çonte majën për te reve. Zana u përplas në murin e gurit. Ajo gërvishte granitin me kthetra, ulrinte dhe përplasej pas gurit, por mali qëndronte i palkundur. Dhe guri u bë mal, dhe ky mal u ngrit midis të shkuarës dhe të ardhmes, duke u dhënë atyre shansin e fundit për të shpëtuar nga kthetrat e fatit të pashmangshëm. Ata vraponin me fuqit e fundit dhe kuajt nënta gulconin nga lodhja. Përpara shkëlqeu uji, një lum i gjerë i shpejt që vezullonte në diel. Kjo është kufiri, bërtiti vajza. Për te i lumit, ajo është e pafuqishme. Pa u menduar, ata u hodhën në rjedhën e akullt. Rryma i godiste në gjoks, por ata notonin pa u kthyer pas dhe dolën në bregun tjetër, të lagur, duke gulquar dhe të lirë. Zana, pasi ka përceu malin, doli te lumi si një rufe e zezë. Ajo i pa ata në bregun tjetër dhe ngriu. Një mur i padukshëm e ndaloi. Magjia nuk bindej, vorbu Lara. Ajo lëshoi një klithmë të fundit, të gjatë, plot tërbim të pafuqishëm, dhe u tret në një re tymi të zi. Lumi u bë vija që e keqja nuk mund ta kapërcente, dhe ujrat e tij lan prej tyre frikën, duke lënë atë breg vetëm jehonën e tërbimit të mundur. Ata ranë në bar dhe ndenjën gjatë shtrirë, pa pasur fuqi të lëviznin. Zemrat u rrihnin sikur donin të dilnin nga gjuksi. Rrobat e lagura u ngjiteshin në trup, duar të dridheshin, ndërsa në vesh ende u shtonte jehona e klithmës së tërbuar të zanës. Por, qetësi. Një qetësi e vërtet, e gjallë, e mirë. Princi ktheu kokën dhe ndeshi shikimin e saj. Ajo i shikonte atë, e lodhur, e shprishur, me një fije bari në flok, dhe papritur buzëqeshi. Ai buzëqeshi si përgjigje. Dhe një e qeshur e qetë u shpëtoi të dyve njëkohësisht. Fillimisht e ndrojtur, pastaj më e fortë, pastaj e lirë dhe e lumtur. Ata kaluan përmes ferit dhe mbijetuan vetëm fal njëri tjetrit. Ata rrinin shtrirë në bar dhe qili mbi ta ishte i pastër, dhe ajri ishte i ëmbël, dhe për herë të parë pas një kohe të gjatë, ata nuk dëgjonin pas shpine frymëmarrjen e vdekjes. Princi u ngrit dhe i zgjati dorën. Ajo qëndronte para tij, me lecka të grizura, zbathur, me lëkurë të errët dhe fytyrë jo të bukur. Por ai e shikonte sikur të shihte para vetes një mbretëresh. Ti më shpëtove jetën, tha ai, dhe zëri i tij ishte i vendosur dhe i butë njëkohësisht. Ti dole kundër nënës sate për mua. Ti rrezikove gjithçka, pa kërkuar asgjë në këmbim. Ai e shtrëngoi dorën më fort. Të kam dashur për mirësinë, guximin dhe zemrën tënde besnike. Pamja jote nuk ka rëndësi për mua. Unë shoh shpirtin tënd. Bëhu gruaja ime dhe mbretëresha e zemrës sime. Ajo ngriu, duke mos u besuar fjalëve të tij.
Ndërsa ai e shikonte dhe nuk shihte lëkurën e errët, por dritën që e shpëtoi atë. Dhe kjo dritë ishte për të më e shtrenjtë se çdo bukuri toksore. Në atë çast, kur fjala e fundit doli nga buzët e tij, ai ri rreth vajzës u drodh. Një shkëlqim i butë, i artë e mbështolli atë, si kur agjimi të kishte vendosur të linde jo në qiell, por këtu, në bregun e lumit. Lëkura e saj e errët u mbulua me qarje të holla dhe filloi të binte si lëkura e vjetër nga një pemë e re, si lus pa papesh që shkriheshin në ajër pa arritur në tokë. Nën të zbulohej lëkura e bardhë si bora e parë. Tiparet e fytyrës ndryshonin duke u bërë të holla dhe të mrekullueshme. Flokët shpërtyen dhe rodhën mbi supe si ar i pastër. Para princit të mahnitur qëndronte një bukuroshe verbuese. Ajo pleku fytyrën e saj, sikur të mos besonte dhe pëshpëriti. Nena më malkoi me shëmtim, duke thënë se do të bëhesha vetvetja vetëm atëherë kur të më donin ashtu siç jam. Ti e theve malkimin. Dashuria e tij u bë pasqyra, në të cilën ajo pa veten e vërtet, dhe ky reflektim shkatërroi maskën që ajo mbante gjithë jetën. Dorë për dore ata u nisën për rrugë, dhe bota rreth tyre ndryshoi bashkë me ta. Në lëndinën e pyllit i priste kali i princit, ai që kishte ikur ditën e rrëmbimit, dhe sikur e ndjente që i Zoti do të kthehej. Pranë qëndronte një pelë e bardhë, si e dërguar nga vetë fati. Ata ecnin dhe rruga shtrohej lehtë. Zogt këndonin pas tyre, pemët ulnin degët, ndërsa era çonte përpara lajmin e gëzuar. Në kufirin e mbretërisë së lindjes i pritën fshatarët e mahnitur. Princi ën u kthye, fluturonte lajmi nga fshati në fshat. Kur ata ju afruan portave të palatit, rojat i lëshuan shtizat nga habia. Ata nuk ktheheshin si të aratisur, por si mbretër të jetës, dhe çdo hap i afronte te shtëpia që i kishte pritur aq gjatë të ktheheshin. Dyert e salës së fronit u hapën dhe drita vërshoi në gjysmë errësirë. Në fron rrinte mbreti i vjetër, i korrosur, i thinjur, i plakur, sa për një jetë të tërë gjatë këtyre muajve. Rrobat e zimbajtjes vareshin mbi supet e tij të dobësuara. Sytë që prej kohësh kishin harruar të shpresonin, shikonin në zbrazdi. Ai ngriti shikimin dhe nuk u besoi syve. Në derë qëndronte djali i tij, i gjallë, i paprekur, dhe pranë tij një vajzë mrekullueshme që e mbante për dore. Mbreti u ngrit ngadalë, si një njeri që ka frikë mos tremb ëndrrën. Buzët i dridheshin. Biri im, pëshpëriti ai, ti u ktheve. Malkimi u thye. Ai zbriti nga shkallët dhe përqafoi princin, dhe supet e tij u drodhën nga dënesat. Dhe lotët që dërte nga hidhërimi u than duke u zvendësuar nga lot gëzimi, sepse djali i tij u kthye nga hiqi, duke sjell me vete dritën e jetës së re. Princi mori nusën për dore dhe e qoi te babai. Ajo më shpëtoi jetën, tha ai. Ajo doli kundër nënës së vet, më kaloi përmes 3 detyrave të pamundura dhe u aratis me mua duke rrezikuar kokën. Patë unë do të kisha vdekur. Mbreti e shikoi vajzën në sy, pa në ta atë mirësi që kishte pushtuar djalin e tij dhe e përqafoi. Ti nuk je thjesht nuse, tha ai. Ti je vajza ime.
Dasmau festua 7 dite 7 net. Tavolinat ishin plot me ushqime, vera rrith të lumë, muzikantët nuk pushonin, ndërsa populli kërcente në sheshe nga perëndimi deri në agjim. Dhe tingulli i kambanave të dasmës u përhap mbi mbretëri, duke mbytur jehonën e malkimeve të vjetra dhe duke lajmëruar fillimin e një epoke të re, të lumtur. Por Përalla ruajti edhe një mrekulli tjetër. Të nesërmen pas dasmës, prinçesha thiri këshillin dhe zbuloi sekretin që mbante gjithë jetën. Unë nuk jam thjesht vajza e Zanës, tha ajo. Zana më rrëmbeu foshnjë nga djepi i mbretërisë fqinje dhe më bëri malkimin e shëntisë, që askush të mos më njihte dhe të mos më vinte në ndihmë. Unë jam trashëgimtarja e vetme e Fronit. Dërguan lajmtar. Mbretëria fqinje që qante prinçeshën e humbur prej vitesh, festoi me gëzim. Kufijt midis 2 shteteve ranë, dhe në vend të tyre u ngritën rrugë tregtare dhe kopshte të lulëzuara. 2 mbretërit u bën një, më e fortë, më e pasur dhe më e drejtë se më parë. Kështu dashuria, që filloi me një ndim në pyll, bashkoi jo vetëm 2 zemra, por edhe 2 mbretëri të mëdha. Princi dhe mbretresha e tij e mrekullueshme sunduan gjatë dhe me mencuri. Ai nuk ishte më frikë nga toka. Çdo mëngjes dilte zbathur në kopshtin e pallatit dhe ndjente në shputa vesën, barin dhe tokën e ngrohtë që i kishte munguar gjatë gjithë fëmijërisë. Ajo nuk harroi kurrë se si është të jesh e padashur për pamjen tënde, dhe prandaj i gjykonte njerëzit vetëm nga zemrat e tyre. Historia e tyre u bë legjendë. Një legjendë për atë se dashuria e vërtet është e aftë të shohë bukurinë e shpirtit në lëvoshkën më të errët. Për atë se mirësia, zgjuarësia dhe besnikëria mposhtin magjinë më të keqe dhe mallkimet më të frikshme. Dhe në mbretërinë e tyre e dinin se edhe një sapat qëllqi mund të bëhet fillimi i një lumturie të madhe, nëse ndodhet në duart e atij që di të dojë dhe të besojë.